Tashmë kanë kaluar një orë prej kur në fakt këtu në kuvendin e Kosovës ka filluar vetë takimi mes kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe atij të LDK-s Lumir Abdixhikut. Takimi i cili ky mund të themi ndoshta mund të cilësojmë vjen pas 3 takimeve të dështuara, të paktën që i patëm publikisht, të dështuara për shkak se nuk pati asnjë marrëveshje politike sa i përket zgjedhjes të çështjes së presidentit, pasi që LDK-ja tashmë vetë se ka deklaruar ditë më parë se ka hequr dorë pikërisht nga presidenti që mund të vijë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, për shkak se tha se nuk mund të ketë asnjë dakordim me Albin Kurtin e vetëvendosjes sa i përket kësaj çështje. Ky takim vjen pra pas këtyre deklaratave që Lumir Abdixhiku i LDK-s i kishte dhënë ditë më parë dhe në fakt tha se është i gatshëm të bashkëpunojë sërish me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtin, vetëm sa i përket një presidenti konsensual, pra e quajti ashtu për shkak se mendon se tashmë është koha që partitë politike të mblidhen dhe secili prej tyre të jep emra të përveçëm për një president i cili nuk është pra partijak, mirë po është i pranueshëm nga të gjitha partitë politike, pra që është jashtë botës politike. Pikërisht për këtë çështje pak para hyrjes në kuvendin e Kosovës është pyetur Lumir Abdixhiku nëse sot në takim do të ketë emra të përveçëm sa i përket çështjes së presidentit, megjithatë ai nuk pranoi që të deklarohet më gjatë, do të ketë një deklarim të tij pas përmbylljes së këtij takimi, paktën rëndom ashtu ndodh që kryetarët liderët që takohen pra vijnë pas takimit dhe deklarohen për gjithë atë se çfarë u diskutua brenda pra detajet e takimit. Po ashtu vlen të theksohet se edhe Albin Kurti pak para hyrjes në kuvendin e Kosovës ka thënë se brenda takimit po hyn në mirë besim dhe me pozitivitet, pikërisht me liderin kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhikun, duke shpresuar se mund të gjejë një zgjidhje sa i përket ngërçet institucional dhe pra mund të gjendë një zgjidhje sa i përket çështjes së presidentit. Se çka pritet vi nga ky takim, sigurisht do të marrim vesh pasi që të përfundoj, pasi si rëndom këto takime kanë zgjatur shumë më shumë se sa një orë, pra kemi pasur herave të kaluara takime që mes palëve kanë zgjatur më shumë se 3 orë. Pra të shohim se sa mund të zgjasë ky sotit dhe sigurisht se do të kemi detaje dhe më pas do t'japim edhe informata të plota mbi atë se çfarë është diskutuar brenda takimit, në qoftë se të dy liderët e partive pranojnë të deklarohen para mediave, të cilat po i presin këto tashmë qysh prej kohës kur ka nisur ky takim. Vlen të theksohet se brenda takimit palët janë ashtu si edhe herat e kaluara, pra Lumir Abdixhiku ishte i shoqëruar nga Lutfi Aziri dhe Vjosa Osmani, ndërkaq Albin Kurti ishte i shoqëruar nga Hekuran Murati si dhe Arbrien Agavci. Këto janë të dhënat e fundit nga ky takim dhe sigurisht për detaje më të hollësishme do t'ju informojmë edhe në vazhdim, në qoftë se vetëm sa dalin nga takimi do të ketë edhe informata të tjera.